pretendon të përfaqësojë. Kështu që nëse ne duhet ta zgjidhim situatën, ne patjetër na duhet një ndryshim sistemi, na duhet një sistem proporcional kombëtar me 100% lista të hapura, në ndryshim nga ky proporcionali gjysmë i hapur, gjysmë i mbyllur me votë të fragmentarizuar në raporte rajonale, ose na duhet një sistem mazhoritar. Po thelbi është që qytetarët duhet të zgjedhin përfaqësues të tyre në parlament, jo kryetari, dhe qytetarët votojnë për kryetarin e partive të tij. Domethënë, arsyet se zonja më thuaj. Po. Ruel, sa i përket të gjithë dosjes së zonjës Balluku edhe çështjes që është ngritur ndaj saj, kush mendon se qëndron pas kësaj goditje që është bërë zëvendës kryeministre, sa mund të jenë vetë amerikanët, mund të jetë vetë kryeministri Rama, pra i cili ende nuk po e shkarkon atë nga detyra, ndoshta për ato që the ti, pra që mund të dalin afera të tjera korruptive, apo është ky vullneti spak pra për të prekur edhe të paprekshmit? Është vullneti spakut për të prekur dhe të paprekshmit. Unë nuk jam i bindjes që spaku kontrollohet nga zoti Rama, dhe në fakt shpikset e kësaj teorie që vijnë nga opozita, vijnë nga Partia Demokratike, në fakt ka një kontradikt të madhe në këtë argument, se në njërin anë thonë që spaku është i kontrolluar nga zoti Rama, dhe nga ana tjetër thonë që zoti Rama ka vjedhur me të gjitha individ që janë arrestuar apo gjykuar nga spaku. Kjo nuk bën sens, sepse që zoti Rama ka vjedhur në zonjën Balluku, çfarë incentive ka zoti Rama të nxjerrë zonjën Balluku nga loja, sepse ai rrezikon direkt që zonja Balluku të bëhet pentit o paradrejtësi, se zoti Rama t'i dalin të gjithë palarë. Pra është një argument idiotesk që nuk bën sens. Spaku Po vazhdoj. Spaku Grisela është një institucion i pavarur, që sigurisht ka limitet e tij, por kufit e spakut nuk vjen nga zoti Rama, vjen nga krijuesit e spakut, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Duke mbajtur sërish në detyrë pavarësisht edhe hetimeve që po ndodhin ndaj zonjës Balluku, Ruel, pra kjo nga kryeministri Edi Rama, apo rrezikon vetë ai që çështja e Ballukut të kthehet ndërkaish në një bumerang politik ku çdo zhvillim më mëtejshëm ndaj saj të lexohet ndoshta edhe si dobësimi i kryeministrit Edi Rama? Nuk mendoj që do të kemi nuk mendoj që lexohet në sytë e publikut një dobësim i zotit Rama, sepse nëse do ishte ky realiteti, kjo do kishte ndodhur, se kjo sigurisht zonja Balluku nuk është e para në radhë, ne kemi pas një personalitet ndoshta më të fuqishëm politikisht se zonja Balluku, që ishte zoti Velia, që kishte edhe vota, ishte edhe kandidat direkt për të marrë Partinë Socialiste në pas zotit Rama, i cili u godit dhe u godit para zgjedhjeve, dhe zoti Rama i fitoi zgjedhjet shumë thellë. Për shumë arsye, e qoftë sistemin e patronazhimit që e kanë ngritur, paranë e madhe që e ka shpërndar administratën, por mbi të gjitha mendoj Grisela për shkak të faktit që Shqipëria sot nuk ka një alternativë të votueshme, të besueshme përballë zotit Rama. Ka një opozitë që nuk ngjall besim, që nuk ngjall shpresë, një opozitë thellësisht e korruptuar moralisht, një opozitë e vjetër dhe një opozitë pa standarde. Opozitë iliberale, pa standarde perëndimore, që thjesht të reflekton të vjetër dhe që e bën zotin Rama të duket i ri. Kështu që në një sistem normal, zoti Rama do duhet kishte rënë, megjithëse çfarë ka ndodhur, por është mungesa e një opozite që zoti Rama e mban në majt kalit pavarësisht këtyre aferave. Në fakt, Ruel, pikërisht e opozita do doja të ndalesha, kryedemokrati Sali Berisha ka komentuar javën e kaluar takimin Ervin Salianit dhe Ilir Ali Mehmetit me më të votuarit e primareve dhe 11 maj. Dhe kjo lëvizje e Salianit, çfarë po tregon, çfarë po ndodh dhe çfarë synon, cili mund të jetë skenari tjetër? Shiko, në fakt, Grisela ka mendojmë disa muaj që flitet për një revoltë politike brenda Partisë Demokratike që do të ndizej nga zoti Saliani. Domethënë ne që të paktën studime politike, që merrem politikë që i komunikojmë me njerëz, kemi pas informacione që një revoltë e tillë, një lëvizje e tillë do të nisej, edhe në kohën kur zoti Saliani nuk ishte liruar akoma nga burgu, por ishte në prag lirimi, në prag të përfundimit të dënimit të tij. Kështu që në këtë aspekt zoti Saliani është i bindjes që Partia Demokratike nuk mund të ecë si dokun me zotin Berisha. Edhe që koha i ka ardhur, koha zoti Saliani është njëri që ka bërë burg për kauzat e opozitës, kauzat e Sali Berishës më saktë, sigurisht tani ai mas e ka bërë dënimin, kërkon të marrë dhe tortën, të marrë dhe përfitimin mbas dënimit dhe përfitimin është Partia Demokratike. Kështu atë kafën e famshme
që u bë biseda madhe, ne mund ta në fakt drejtohej nga 3 personalitetet të Partisë Demokratike, nga zoti Saliani, zoti Kalaja dhe zoti Ali Mehmeti. Ne mund ta gjykojmë, unë kam gjykuar në fakt si nisjen e një revolte politike brenda Partisë Demokratike për të shkuntuar establishmentin berishist brenda asaj partie, për të hapur atë parti ndaj zërave të ndryshëm dhe për të sjellë në një mënyrë ndryshim leadershipi dhe rokade elitash brenda Partisë Demokratike. Kjo jo për të glorifikuar zotin Saliani, se nuk është e njoh si politikane shumë për të dhënë mendimin tim, por e shoh të paktën si një zhvillim më pozitiv se sa thjesht status quo-ja e Partisë Demokratike. E qartë, Aurel, përveç krizës së brendshme, tashmë që ti thua se prodhohet brenda Partisë Demokratike, ku institucionet e partisë duket se tashmë po kthehen në një skenografi, po i shuaj unë, dhe politikanët në peshë reale a mendojnë se po krijojnë linja komunikimi dhe ndikimi paralel nga ana tjetër, sepse Saliani është në kryesi nga një anë, ndërsa Ali Mehmeti është drejtuesi i opozitës në Tiranë dhe janë sigurisht dy pozicione të rëndësishme, por as kryesia, as Këshilli Bashkiak nuk kishin platforme e atij takimi. Do kishin platforma të takimit sepse normalisht veprimtaria politike për shembull zoti Ali Mehmeti, ndërja e tij politike personale, siç është kjo, sepse kjo është një veprimtari politike personale për ambicia që ai ka për që në krye të Partisë Demokratike, supozoj nëse ka ambicje, është ndarë nga detyra që ai ka si këshilltar bashkiak. Pra ai është zgjedhur si këshilltar bashkiak për të përfaqësuar këtë qytetin. Nuk mund të përdori dot postin e këshilltarit bashkiak për bërë propagandë politike, sepse kjo do ishte në fakt një shkelje e besimit që qytetarët atij kanë dhënë. Pra ti zgjedh një profesionistin tënd, e zgjedh që të përfaqësojë interesat e tua, jo që ta përdori atë platformë si trampolin politike për të përftuar diçka nga krau tjetër. Kështu që për mua është gjë shumë pozitive që nuk po përdoren të kanale zyrtare dhe që zoti Ali Mehmeti, me që e përmendë konkretisht, e ndan rolin e tij si këshilltar bashkiak nga interesat e tij vetjake politike që janë krejt legjitime siç mund t'i ketë çdo politikan në skazë të keqe. E qartë. Por reagimin e zotit Berisha si e ke parë se i përket këtij takimi, Ruel? Reagimi i zotit Berisha është një reagim i diktatori, një despoti që nuk do që të ketë zëra kundër. Ti sigurisht që të kërkon të shtypi çdo lloj revolte, çdo lloj rebelimi brenda partisë që në fakt ka stopuar, ka pushuar shoqërinë demokratike që në momentin kur zoti Berisha është bërë kryetar në vitet 90, sepse po kujtëm pak mbasi Sali Berisha është bërë kryetar dhe mbasi mori peng në vizionin e vjetorit, nga Partia Demokratike filluan të fironin intelektualët pos, me të parin dhe Amos Pakon, por edhe me të tjerë, për shkak të tillë mentaliteti. Ajo parti Grisera që e ka emrin Partia Demokratike nuk ka qenë kur demokratike. Dhe mua nuk është se më kështu shumë për PD, domethënë se unë s'kam votuar herë PD dhe ndoshta s'e votoj kur. Por ideja është që duhet t'i themi gjërat ashtu siç janë. Domethënë Partia Demokratike nuk është një parti demokratike. Është një parti e një personi dhe ndoshta edhe familjes tij mbas të arrivimit të atij personi. Kështu që kur partitë politike nuk i shërbejnë misionit për të cilën janë krijuar ose misioni i tyre ka marrë fund, ato parti politike janë destinuar të zhduken nëse nuk reformohen. Mendon Urel se duhet, pra tashmë ka ardhur koha që një lider i ri, një emër i ri të drejtojë Partinë Demokratike, pra opozitën, duke parë edhe zhvillimet që ndodhen, pra humbjet në zgjedhjet e 11 majit, por edhe humbjet që ndodhen në zgjedhjet lokale, pra që nuk kishte pjesëmarrje, por edhe protestat që zoti Berisha organizoi kohët e fundit, ku pjesëmarrja ishte shumë e vogël, pra duket sikur ka një braktisje brenda asaj partie. Shikoj, në fakt ishtrove dy pyetje, unë po nis me të parën. Po në fakt nuk është tani, po është në 2013. Që në 2013 Partia Demokratike duhet kishte një lider të ri. Zoti Basha në një farë mënyrë u bë lideri de jure, por de facto ne dimi mjaft mirë që zoti Berisha ishte kryetari real i Partisë Demokratike. Kjo vetë sipas fjalëve të zotit Basha që në momentin kur filloi gjithë zallamahia vulës në vitin 2022 filloi fort. Zoti Berisha, zoti ta thotë, unë s'kam qenë kryetar se nuk linte ai domethënë. Ai ishte mbi mua në çdo vendim. Hia Saliut. Megjithatë, koha që PD-ja të zgjidhte një elitë re politike ka kaluar me kohën më pak, thënë kjo asnjëherë nuk është vonë për të bërë diçka. Domethënë më mirë vonë se sa kurrë. Domethënë në vitin 2013 ishte bërë kjo punë.
tani këta po kërkojnë ta bëjnë tani pas 12 vitesh. Me gjasa një lëvizje që sigurisht mund mos ketë sukses. Për shumë arsye dhe ne mund të diskutojmë pak më vonë. Nga ana tjetër, pyetja që ti shtrove ka të bëjë me faktin që këto protestat që po mbajnë para kryeministrisë ka shumë pak njerëz, pra nuk janë protesta të një opozite që frymëzon. Ne kemi parë protestat të opozitave që frymëzojnë, që protestat e zotit Berisha, protestat Nano Ik në vitet 2004-2005, pak para zgjedhjeve, që protestat e zotit Rama në vitin 2009 për hap kutit ose largohu, protestat 20 janar në vitin 2011, pra këto janë protestat që kanë frymëzuar, se ishin protesta me njerëz. Pra njerëz kanë vajtur në këto protesta sepse kanë besuar në ndryshimin. Të njerëzit që sot shkojnë këto protestat e Partisë Demokratike janë njerëz ose fare pranë oborrit të Partisë Demokratike, ose nga ato militantë të thekur që nuk kemi çfarë të themi, kanë drejtën e tyre, por që sigurisht jetojnë një botë komplet paralele. Mungesa e njerëzve tregon atë që ne kemi folur gjatë kësaj bisede, që është një opozitë që nuk frymëzon, nuk i nxjerr njerëzit. Qartë. Mirë, le të kalojmë tek një tjetër çështje. Janë 4 prokurorët garues, pra Braho, Xholi, Musa Belliu dhe Gokaj brenda të së njëjtës ditë pritet të intervistohen dhe të votohen në monitorim absolut ndërkombëtar. Sigurisht ndërkohë që mandati i kreut aktual të SPAK pra Jaltin Dumanit mbyllet më datën 18 dhjetor. Pyetja lind sepse politika së fundmi po e lexon të gjithë të garë si një tmerr po i shuaj unë, sepse ka frikë nga këta emra konkret apo ka frikë edhe nga precedenti, pra që SPAK tashmë mund të prodhoj edhe lider që nuk mund t'i kontrolloj dot më askush në Tiranë. Shiko, u mendoj që ulmi i frikës së politikanëve shqiptar e ka kapur në një farë mënyrë ose e ka gjetur veten me zotin Dumani, sepse zoti Jaltin Dumani ka bërë arrestime më të bujshme, pa precedenta gjatë qeverisjes së SPAK-ut nga ana e tij, kjo në një